Festa liçenit të Shkodrës ishte kryefjala e kësaj fundjave, duke tërhequr vizitor vendas dhe të huaj në brigjet e kësaj pasurie natyrore, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Për turistët kjo ishte një ndër eksperiencat më të veçanta, me shëtitje mes zambakëve të ujit dhe natyrës së paprekur. I'm from the United States. Jam nga Shtetet e Bashkuara, kam rreth 1 muaj që jam këtu dhe do të qëndroj edhe disa javë të tjera. Kisha dëgjuar në internet për veriun e Shqipërisë dhe sa i bukur është. Ka male kudo, ndaj pse të mos e përjetosh një vend të tillë. Deri tani ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, erdha spontanisht dhe njerëzit janë jashtëzakonisht të sjellshëm e mikpritës. I'm from Switzerland. Jam nga Zvicra, është hera ime e parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë. Liçeni ka një natyrë të mrekullueshme, me florë dhe faunë të pasur, ndërsa qyteti është gjithashtu shumë i bukur. Nuk e prisja që natyra të ishte kaq e veçantë dhe që të kishte kaq shumë male ku mund të bësh ecje. Është vërtet fantastike. Mendoj se e gjithë Shqipëria është shumë e bukur, por Shkodra, si porta drejt Alpeve, të jep mundësinë të eksplorosh kulturën dhe natyrën në një mënyrë krejt unike, është një vend si askund tjetër. Përveç shëtitjeve në liçen, vizitorët patën mundësinë të njihen më nga afër me historinë e kësaj zone, biodiversitetin e pasur dhe traditat vendase. Artizanal, kjo është brez mas brezit, gjithmonë tonë jetën ky vend. Ky komunitet me me rrjeta e shrit. Ka po dikur peshkatarët e vjetër tash i bën fabrika, dikur i kanë bën dorë të lloj rrjetash. Peshkatarët mirë kanë qenë. Sfida më e madhe ose për ne është që ta promovojmë dhe të ruajmë këto vlera, të trashëgojmë brez pas brezi, këtë trashëgimi historike dhe kulturore që ky vend bën. Festa liçenit konfirmoi edhe një herë potencialin e Shkodrës si një nga destinacionet më tërheqëse turistike të verës, duke promovuar natyrën, traditën, kulturën dhe mikpritjen që dallojnë këtë zonë.